njeriu i vërtet që jemi është kur nuk na shef asnjëri. Do të në rast se ti je i qetë me personin që je, kur asnjëri nuk të shkon, je rregull. Unë kam një karakteristikë e bëj gjumin top. Platoni, po. Unë e bëj gjumin top. Ka folë shumë bile më përpara. Gjumin top. Do të thënë një nga pyetjet që më bëjnë gjithë njerëzit që më njohin, si ka mundësi që ti flet top. E kam kokën bosh gjithmonë, s'kam asnjë problem, flej top. I di kush janë detyrat e mia, punët e mia dhe kaq. Nuk kam asnjë gjë që të më brej. Bosh po. Bosh e kam as i gjos majnë trun, pengje, plane, gërvishtje, s'maj. Unë jam momenti, kaq. Jo, studioj, punoj, po në kokë nuk maj unë Garbage, nuk maj probleme. Jo, vështë qatë Garbage që vjen më konë? Po, për shembull, nuk e di se çfarë, po një plan nuk ka shumë, kokën e kam gjithmonë free, pasër, kur vej kokën për të fletur, edhe dje flejta top, gjithmonë flej. Kaq, s'kam asnjë problem. Ne s'pyetëm si flet. Jo, po kjo sa. As më ngjas si na fleta, si na veta fleta. Nuk pyetëm moj motër. Duke folur me këtë se si e vetëm. Vetëm unë jam këtu. Moj motër nuk të intereson hiç. Po flisa me këtë. Unë kisha si përfundim të një. Ajo e tha Lali nuk pyeti ty si je ti më vlla, s'na intereson hiç. Ti po e tregon vetëm për ditë si je. Nuk është përgjigje asaj që thash. Po pra. Vazhdo fal. Qetësia e shëndetit është ku printohet çdo lloj gjendje mentale dhe instrumentale. Po.